prej një ansambliste arrite që t'jesh në legjislaturën e kalume deputete në Parlamentin e Kosovës për një vjet 4 vjeçar. A mund të na përshkruani pak ecurinë tuaj deri në këtë nivel të arritjeve tuaja në politikë? Sa kam qenë unë asambleiste, ka qenë një sfidë me të vërtetë shumë e madhe, për shkak se unë asnjëherë nuk jam mësu me u sfidu, me komentu, me u fy mënyra të ndryshme si grua politikane. Mirë po e kam pa që nuk ja vlen me u marrë me to dhe duhet me ecë përpara. Secila grua që është politikane, që ka ambicje të hyjë në politikë, nuk duhet të merret me këtë pjesën për shkak se i demotivon. Nëse ti do me arrit diçka, ti duhesh me ecë përpara, mos me kthyer mbrapa asnjëherë. Dhe unë fal kësaj u forcova dhe e pash që duhet me ecë përpara, me i shty çështje të cilat vërtet janë shumë të rëndësishme. Tash edhe sot i kemi gra shumë të zonja në pozita të ndryshme në komunën e Suarikës, për shkak se ju ka dhënë hapësira. Sot i kemi nënkryetarën femën, Orta Gashin, kemi pas drejtoreshën Besa Kuqi, drejtoreshën shëndetësisë, kemi asambleistat shumë të zoja, e kemi kryetaret të grupit të grave, Mimoza Bajraktarin e kemi, dhe shumë gra të cilat me të vërtet kanë bërë një punë shumë të mirë dhe po e bëjnë. Dhe koha sa ka qenë 2021-2025, kur unë kam qenë deputete, ka qenë mjaft sfiduese, për shkak se ne dim shumë mirë se si ka rrjedh politika këto 4 vite, por jemi mundu. Ne edhe pse kemi qenë një grup i vogël i deputetëve të Aleancës, kemi qenë mjaft aktiv dhe jemi vlerësu nga raportet të ndryshme që kemi qenë grupi më aktiv i Aleancës. Punë të ndryshme, ligjet me të vërtet shumë të rëndësishme për vendin tonë të cilat janë bë. Unë kam qenë edhe në Komisionin për të drejtat e njeriut, ku e kemi bë ligjin për dhunën në familje, që është një ndër ligjet më të mira që jemi mundu me bë për vendin tonë. Dhe ka shumë sfida tjera, mirë po ndoshta kisha dashur me cek edhe këtë pjesën ku sot e kemi edhe, po është u punu për stadiumin e Suarikës, kur kam qenë unë një ndër zërat më të fuqishëm për të pru një stadium të ri në komunën tonë, për shkak se e dim që kemi qenë kampion 2-3 herë dhe sporti me të vërtet është të promovu shumë në Suarik, dhe kam ngrit zonin shumë në parlament, kam bë pyetje parlamentare, jam ballafaqu disa herë me ministrin që ta kemi një stadium tonin. Dhe fal kësaj, ngritjes së zërit, sot e kemi një vijë buxhetore për stadiumin e Suarikës.